Hapi seancën e shpalljes së aktgjykimit. Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special, Trupi gjykues, pas përfundimit të shërtimit gjyqësor, pas këshillimit dhe votimit, sot me datën 02/02/2026, konform nenit 358 paragrafi 1 dhe 2 të Kodit Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, një zëri në emër të popullit merr këtë aktgjykim. Ndaj të akuzuarit Muhamet Ali Demaj me shënime personale si në shkresat e lëndës, është fajtor se ka kryer veprën penale në bashkëkryer krime të luftës kundër popullsisë civile, e sankcionuar sipas nenit 142 lidhur me nenin 22 të ish ligjet penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, si ligj në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale. Aktualisht i sankcionuar sipas veprës penale krime lufte në shkelje të rënd të nenit 3 të përbashkët të konventave ndërkombëtare të Gjenevës, konventave ndërkombëtare të Gjenevës, neni 3 i përbashkët. Si dhe nenit 146 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Andaj, trupi gjykues në bazë të dispozitave të nenit 3, 6, 27, 31, 34, 73, 79 dhe nenit 83 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe nenit 142 lidhur me nenin 22 të ish ligjet penal të RSFI-s, si dhe nenit 359, 360, 361, 365, 366 dhe nenit 367 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, të akuzuarin Muhamet Ali Demaj e shpall fajtor dhe e gjykon me dënim burgu në kozgjatër prej 13 viteve, në të cilin dënim do të llogaritet koha e kaluar nën masën e parë e paraburgimit prej datës 31/3/2021 e tutje. Të gjykuarit Muhamet Ali Demaj, konform nenit 366, paragrafi 1, pika 1.1, lidhur me paragrafin 3, 4, 5 dhe 6 të Kodit Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, i vazhdohet masa paraburgimit deri në plotfuqishmëri të këtij aktgjykimit, por jo më tepër se sa dënimi i shqiptuar. Në bazë të nenit 450 të njëjtit kod, i akuzuari Muhamet Ali Demaj obligohet t'i paguajë të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas vlerësimit të kësaj gjykate, aq sa do të bëhen sipas fletë shpenzimore së kësaj gjykate, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 200 eurosh. Gjithashtu edhe për fondin e kompenzimit të viktimave, i akuzuari obligohet që t'i paguajë shumën prej 100 eurosh. Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. Të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest të rregullt juridik civil. Aktgjykimin në formë të shkruar dhe me arsyetim më të zgjeruar do ta pranoni brenda afatit të paraparligjor. Palët e pakënaqura me këtë aktgjykim kanë të drejtë të ushtrojnë ankesë
në formë të shkruar në afat prej 30 ditësh. Gjykatës së apelit, përmes kësaj gjykate, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi në formë të shkruar. Kaq është. Mirupafshim.